Majoranca socialiste në byron e Kuvendit konfirmoi përjashtimin nga parlamenti të 6 deputetëve të Partisë Demokratike deri në datën 3 mars. Se po shpallet armik opozita. Mbleta e byros u shoqërua me debate mes majorancës dhe deputetëve të opozitës, të cilët akuzuan Partinë Socialiste për shkelje rregullores. Edi Rama kërkon të marrë peng parlamentin dhe në vend që të marrë masa për të përjashtuar Belindën, përjashton opozitën. Në vend që të marrë masa ndaj Gysa-Gasit, Mirlindës dhe të tjerëve, merr masa ndaj deputetëve të opozitës. Deputetët Flamur Noka, Belind Klliçi, Elda Hoti, Albana Vokshi, Klevis Balliu e Fidel Kreka u përjashtuan për shkak se në seancën e 18 dhjetorit, në shenjë proteste ndaj zëvendës kryeministres Belinda Balluku, e cila po hetohet nga Spaku, ndezën Flakadan e bllokuan zhvillimin normal të Kuvendit. Vendimi për përjashtimin e tyre me 30 ditë u mor në mbledhjen e sekretariatit në datën 23 dhjetor. PD-ja ankimoi vendimin për përjashtimin në byro, e cila sipas rregullores duhet ishte mbledhur brenda 48 orëve. Por socialistët e mblodhën sot byron e masa ndëshkimore ndaj deputetëve të opozitës nis nga data 20 janar, e duke mos llogaritur ditët e pushimit, ajo zgjat deri në 3 mars. Ndaj praktikisht deputetët demokratë do të mungojnë në parlament jo 30 ditë, por 2 muaj e gjysmë.